Besimtarët katolik të Shkodrës kanë nisur kremtimet e festës së Zojës së Shkodrës, mbrojtëses dhe pajtores së qytetit. Në të gjitha kishat u zhvilluan mesha solemne dhe procesione në rrugë. Në kuadër të vitit jubilar, Kisha Katolike lëshoi mesazhe të forta dhe të drejtë për drejta për më shumë lindje, dashuri dhe tolerancë. I peshkvi i sapës, Imzot Simon Kulli, vuri theksin tek emigracioni si një plagë e shoqërisë që po ndikon tek familja. Sot posaçërisht i kushtojmë Zotit ato familje të cilat s'kan mundësi të gëzojnë bashkësinë familjare, sepse prindrit apo të dy punojnë dhe janë larg vend lindjes së tyre, ndoshta në shtetet e huaja dhe rrallë kanë mundësi që të bashkohen dhe të tregojnë një dashuri familjare ndaj njëri tjetrit. Dhe sot po i mungojnë shoqërisë sonë fëmijët. Familja nuk i përngjan me familjes së shejt, por kemi tepër pak dashuri mes njëri tjetrit, sepse teknologjia, gjanat e botës e kanë mbulu zemrën tonë. Edhe prindi duhet ta nderojë fëmijën e vet, duhet ta nderojë Zotin dhe ta falenderojë, sepse ja ka besuar krijesën e vet. Ne nuk mund t'i krijojmë jetën askujt, e nuk guxojmë që t'ja marrim askujt. Kur na dhuron Zoti fëmijët, duhet të kujdesemi për jetën e tyre, si për jetën e trupit tonë. Fëmia duhet ta nderojë prindin e vet. Është i katërti urdhërim i Zotit që thotë: ndero prindin tënd, në daq me jetu shumë për mi dhe. Ju lutem, mësojeni fëmijëve tuaj dhe vetvetes tuaj 3 fjalë kryesore: të lutem, më fal, faleminderit. Kjo nuk është hera e parë që Kisha Katolike në Shqipëri reagon përballë fenomeneve që po shkaktojnë drama sociale edhe në vendin tonë. Festa e Zonjës kremtohet prej vitesh, ku sipas traditës, ikona e Zonjës së Shkodrës ndodhej në një kishë të vjetër në qytet. Në shekullin 15, gjatë pushtimit osman, besohet se figura e shenjtë u zhduk në mënyrë mrekullibërëse dhe u shfaq në Genazzano, Itali, ku sot ndodhet në një faltore të famshme. Për besimtarët katolik, kjo ngjarje u bë simboli qëndresës dhe lidhjes së përjetshme midis Zonjës dhe popullit të Shkodrës.